Ka stafi i gazetës Zëri e Emigrantit. Apel qytetar drejtuar të gjithë shqiptarëve, sot më shumë se kurrë, Shqipëria ka nevojë për zërin tënd. Sot më shumë se kurrë, atë ka nevojë për veprimin tënd. Dalja në votimin 100% është jo vetëm një drejtë demokratike, por një detyrë qytetare dhe kombëtare. Kur ne votojmë, në vendosim për të ardhmen tonë, për fëmijët tanë, për Shqipërinë që duam. Mos të harrojmë, çdo votë e hedhur është një hap drejt një parlamenti të pastër, një hap për t'i larguar nga pushteti ata që kanë lidhje me krimin, korrupsionin, hajdutërinë dhe tradhtinë ndaj interesave kombëtare. Mosdalja në votime nuk është neutrale, ajo ju jep fuqi të inkriminuarve, hajdutëve, të pasurive publike, tradhtarëve që shesin interesat e Shqipërisë, shkatruesve të institucioneve dhe të drejtësisë. Zgjidh me ndërgjegje, vepro me guxim, voto për Shqipërinë, voto për drejtësinë, për dinjitetin, për të ardhmen. Mos harro, heshtja jote është miratim për të keqen. Zëri yt është arma më e fortë që ke. Përdore